Ndërkohë izraelitët kanë vazhduar të bombardojnë dhe të qellojnë civil çdo ditë në gjithë rripin e Gazës, duke bllokuar një pjesë të ndihmave të domosdoshme për popullsinë civile të territorit të rrethuar pregëtar. Ndërsa organizata humanitare që punojnë brenda kuadrit të qendrës së koordinimit civil ushtarak e bëjnë këtë qartë për të përmbushur misionet e tyre të dërgimit ndihmave dhe kryerjes së detyrave të tyre në territor, kombet e përfshira në qendrën e koordinimit janë një çështje krejt tjetër. Pra, çfarë është qendra e koordinimit civil ushtarak? Në thelb, është një organ monitorues dhe koordinues me sili në Kiryat Gat të Izraelit, në verilindet të Gazës dhe, sipas mediave izraelite, drejtohet fillimisht nga Shtetet e Bashkuara dhe së dyti nga Izraeli. Vendet e tjera që punojnë në këtë kuadër po kryejnë gjithashtu veprime në terren, si egjiptianët, të cilët dërguan specialistë dhe pajisje për të ndihmuar në kërkim të trupave të izraelitëve që janë në rrënojet e krijuara nga sulmet ajrore izraelite. Kur izraelitët shkelin anëpushimin çdo ditë, qendra e koordinimit civil ushtarak supozohet të jetë aty për t'i frenuar ata. Megjithatë, ka dështuar plotësisht ta bëjë këtë. Asnjë nga këto kombe që formojnë qendrën e koordinimit civil ushtarak nuk ka bërë ende protesta publike ose nuk është tërhequr për shkak të shkeljeve izraelite të anëpushimit, pavarësisht se ata me siguri janë të vetëdijshëm para që po ndodh.